Skandali i inceneratorit të Tiranës është një nga aferat më të mëdha të korrupsionit në Shqipëri në 3 dekadat e fundit dhe ndër çështjet më të rëndësishme të debatit publik. Një aferë që mori edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Bëhet fjalë për një investim që u ka marrë shqiptarëve rreth 130 milion euro, por absurdi qëndron në faktin se ky incenerator nuk ekziston. Në më shumë se 5 vite nga firmosja e kontratës, Tirana ka ende një mal me plehra dhe 130 milion euro për të cilat askush nuk di të jap përgjigje ku kanë shkuar. Çështja mori përmasa edhe më të mëdha pas hetimeve të nisura nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ku janë përfshirë në akuzë 10 persona, por kryesorët e kësaj afere shijojnë parat në arrati dhe paguajnë studio ligjore për mbrojtje me parat që burim kanë taksat e shqiptarëve që paguan 10 miliona euro, një grup të strukturuar kriminal. Në qendër të hetimeve kanë qenë edhe disa nga kompanitë që përfituan kontratat, zyrtar të qeverisë, si dhe persona të lidhur me Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton, si drejtues dhe bashkëpronar të kësaj afere. Projekti i inceneratorit të Tiranës u prezantua si një zgjidhje moderne për menaxhimin dhe përpunimin e mbetjeve urbane të kryeqytetit, që synonte të uljen e ndotjes nga landfilet, por me kalimin e kohës dole në pah jo vetëm dyshime serioze për mënyrën se si u dhan kontratat, por u faktua se nuk kishim të bënim me një kompani holandeze me eksperiencë, por fshieshin Zoto dhe Mërtiri me lidhje të forta me Partinë Socialiste dhe qeverinë. Mëtej, u zbuluan kostot e fshehura që ngritën dyshime për një skem korruptive të projektit. Shteti duhet i paguante qindra miliona euro për një periudhë prej disa dekadash për përpunimin e mbetjeve, një kompanie offshore, pas një eksperiencë të vërtet në përpunimin e mbetjeve. Çështja e inceneratorit të Tiranës është e lidhur me disa emra konkret, zyrtar të nivelit të lartë, por edhe prokuror, ndërsa hetimet kanë përfshirë edhe ish zyrtar të tjerë dhe administrator kompanish. Erion Veliaj, kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, ndodhet prej më shumë se një viti në qelitë e burgut të Durrësit, me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale dhe asnjëra prej tyre për aferën e inceneratorit të Tiranës, që nuk ekziston, pavarësisht se Bashkia e Kryeqytetit është përgjegjësi kryesor i këtij skandali. Ajo e kërkoi, sipas Veliajt, ajo duhet ta monitoronte dhe në territorin e saj do ta zhvillonte aktivitetin. Zbatimi i projektit, kostot e tij dhe roli i Bashkisë Tiranë nga fillimi deri në fund mbeten ende të pahetuara deri në fund penalisht. Nga ana tjetër, çështja zvarritet, duke ngritur dyshime për parashkrimin e disa veprave penale dhe dyshimet bëjnë që gjithçka të duket e qëllimshme dhe e mirë koordinuar. Dritan Prençi, prokuror i prokurorisë së posaçme, është përmendur në qindre raste edhe në raportime mediatike për neglizhencë lidhur me çështjen e aferës së inceneratorit të Tiranës, pasi flej gjumë mbi këtë dosje. Prençi prej 5 vitesh nuk vepron dhe përfundon ende çështjen e inceneratorit, ku Bashkia e Tiranës ka një rol thelbësor, por ai nuk e shikon. Aq shumë është përpjekur sa Erion Veliaj, kur u mor në pyetje nga ky prokuror, doli i qeshur, i lumtur dhe me mbështetje të fortë ndaj SPAK-ut. Kur shkoi tek Altin Dumani dhe Ols Dado, doli i nxirr. Për inceneratorin e Tiranës janë paguar dhe vazhdojnë të paguhen sipas kontratës 10 milion euro në vit nga qeveria dhe Bashkia e Tiranë, pa folur për të ardhurat e tjera apo problemin e pasgjidhur të dherave në Tiranë që po hidhen lumenjve dhe rrugëve. Janë 130 milion euro të ardhura për kompaninë deri në momentin e sekuestrimit nga SPAK-u dhe vjetra të tjera që vazhdojnë të paguhen. Por Dritan Prençi vazhdon dhe bën se hir si paguhen këto miliona euro dhe ende nuk ka gjetur asnjë qindarkë se ku shkuan paratë e taksave të shqiptarëve dhe cili është roli i Erion Veliajt dhe Bashkisë Tiranë. Afera e inceneratorëve është kthyer në një simbol të debatit për korrupsionin, transparencën dhe menaxhimin e fondeve publike në Shqipëri, por edhe se si mund të dështohen hetimet nga një prokuror për një çështje të tillë. Ndërkohë, në dosje të tjera hetimore, i njëjti individ shkëlqen. 2 standarde nga i njëjti prokuror, që Mërtiri dhe Zoto duhet i vendosin një monument në landfillin e Sharrës, pikërisht aty ku vendosën instalacionin e suportuar nga bashkëshortja e Erion Veliajt,